kesh një të moshuar në shtëpi është jo si të kesh një fëmijë, është si të kesh një fëmijë me nevoja të veçanta. Edhe nuk është aq e lehtë sa e bën. Absolutisht, Paulini, nuk është lehtë të kujdesesh sot. Unë mendoj që hyn në gjynam që ti nuk ka qenë si duhet, sepse nuk ke kapacitet. Jo shambulli dur për shumë mirë të ta dërgosh atë ajo i merr krejt shërbimet e nevojshme. Mundesh me dhënë shërbimet e nevojshme edhe me organizu jetën tonë tu i rreth një kremin e debatit. Kanë pengu, ndoshta në jetën e vet, le të themi çiftit bashkëshortori i cili është deklaruar që nuk mundet me u kujdes. Pra, jo domosdoshmërisht ata kanë me pas. Jo, se ka qitë për shtëpis. Pse ka qitë çikën për shtëpis? Kur e ka martu të na e qesin që ka për shtëpis pa. Jo, martu. Mendoj për aq kosa familja ka pronën e vet, për aq kosa këta prindër kanë pasurinë e vet, nuk mund t'i nxjerr dikush prej shtëpie. Jo Rita, jo domosdoshmërisht. Sepse në momentin që le të themi një grua e moshuar, me sëmundje të caktuara, nuk mund të kujdeset për vete, ajo nuk mund të kujdeset për vete që vetë shtëpi, vetë mend që e ka, qysh ka me u kujdes ajo për vete në një shtëpi? Qysh ka me u, vish pse e ka një shtëpi? Po jo, Paulin, një gjë duhet të kuptojmë, ne nuk mund askënd ta detyrojmë me zor të kujdeset për dikënd. Jo, me zor nuk mund ta detyrosh. Ne po flasim a e shumë si të drejtë dhe të pa të drejtë, se me detyru. Po për mua nuk është e pa drejtë. Ndoshta ligjërisht ka mundësi edhe me u sanksionu, se unë edhe i kisha sanksionu. Unë edhe i kisha sanksionu. Nëse dikush e ka ndërtu shtëpinë e vet, para asaj zonjës që detyrohet me lshu shtëpinë e saj dhe me shku në shtëpi të moshuarve, duhet me dalë ai djali megjithatë gruan e cila jeton aty. S'munden me kujdesshëm rregull. Letë shite, letë bëjt qka do. Jo. Po e du pronën, po s'po e du nanën. Po e du pronën, po s'po e du babën. Apo, atëherë hiq dorën dhe prej trashëgimisë. Po nuk mund ta shohim ashtu, Paulinë, se nuk është sistemi i jetës nuk është më i tillë. Jo. Përpara familjet kanë qenë prej më tepër antarësh, ka pas kush të kujdeset për këta prindër. Sot nuk kanë mundësi. Punojnë, Paulin, nga dy punë, nga tre punë. Gjejnë forma për me ndihmu, gjejnë forma për me u kujdes për ta. Po pse ka nevojë për kaq shumë sakrificë vetëm që ata të shkojnë diku për kujdes? Sepse janë prindrit tonë, sepse emocionalisht ndjehen më të sigurt afër neve. Po nuk po heqin keq afër njerëzve të huaj. Po nuk po heqin keq, Jo, heqin keq, nuk e di, unë është zanë në shtëpitë të moshuarve private, po flas, të paktën më shumë sa kam informacion në Maqedoni, pleqët të moshuarit rinë me të gjitha kushtet e nevojshme. Çka është kushtet e nevojshme? Çka është ushqimi? Jo, domosdoshmërisht do të thonë që ti nuk shkon ti shohish prindërit nëse ti i dërgon. Asnjëna nuk është me domosdoshmëri, po tash asnjëna as tjetra nuk mundet me ndodh, po tash marrim krejt opsionet. Ti nëse je ki familje dhe shkon në dom të pleqshve pse janë do kushte pak më të mira, ti apet nëse s'vjen kërkosh me të pa, kur gjosh ato kushte nuk vjen. Po ata kanë të tjerë njerëz aty për socializim. Po si janë marrë ata njerëzit e tyre, ata kanë kalu një jetë vjen ty çika jote me pa, djalë jot me të pa ti që është ndjeni keq, ti je vetëm. Unë në asnjë pikë nuk thash kushtet e mira në shtëpi të çaj djalit, të çaj çika. Okej, nëse ti do me çu dikon për do kushte më të mira, ajo është rast tjetër që si ka ofron ti, atëherë edhe nëse nuk e harron më shku me po, ketë në rregull. Me faktin që në një pikë në debat të gjithë më drejtojmë se ti mos ke lidhur në Paris, këtu në Kosovë. Jo, s'tash ty, personalisht, po tash çaj personi që me dëmek sillet ashtu, ka ashtu thonë se ku je lim ti, që sprej kur gjo me dora çka. Që ndigjoj të njëjtën shprehje. Që tash për çat personin në fjalë që kem të fol të skeç ai personi. Po nëse më drejtove mu pak. Po me ty kesh të bëj muhabet. Një gjë dua ta them. Unë për këto debate kohët e fundit, po dalë se ajo Delia Ezes që është kundër krejt botës, edhe andaj njerëzit pretendojnë që e bëj për vëmendje, e bëj sepse nuk e di. Vetë realiste Rita, kur tjetër? Në ndërkohë që mendoj që ka ardhur koha moralizmat në përgjithësi ti lëm pak anash, të kthehemi pak në momentin kur do ta pranojmë në realitetin ton, atëherë do mundemi ta ndryshojmë. Rita, ti ke opinionin tënd, na e ke opinionin tonë, ekstremisht moralist. Kërkosh të ka thotë se opinionin tonë. Se unë nuk flas për gjëra të tilla në publik, po unë jam ajo që organizoj aksione humanitare çdo muaj. Po ke në rregull se ata jam ajo që kujdesem për special actually. Për pleqë, pretendohet atje jashtë, sikur unë jam duke thënë, jo nxirrni prindët aty, hudhni në mbeturina se s'kan çka ju duhen. Nuk po e them këtë në asnjë moment. Nuk po e them këtë.
por po them që duhet të normalizohet që në një moment të caktuar, kur situata është e tillë, këta prindër të shkojnë aty ku e marrin kujdesin e duhur, edhe nuk ka nevojë për stigmë, sepse kjo stigmë i shtyp sidomos gratë në rajonin ku unë jetoj, me personat me cilët unë jetoj, me rrethin se si unë e perceptoj. Nuk po flas për unë Rita, po flas për publikun, njerëzit, popullin ton. Nuk është ashtu si e thoni ju. Edhe fakti që ne po e moralizojmë kaq shumë, ju realisht po e moralizoni kaq shumë, dhe ti po e demoralizojmë kaq shumë, krijon një stigma të jashtëzakonshme. Paulin, kujdesin që unë e kam për prindrit e mi, personalisht, s'ka pse ja vë pikpyetjen askush, sepse s'ka nevojë t'ja vendosh ti pikpyetjen. Ti nuk i do prindrit e mi më shumë se unë. Që ta dish ti se çka është më e mirë për prindrit e mi. Kështu që në momentin që kemi fëmijë, po bëhemi shumë shenjtor. Jo, atje jashtë nuk është aq e bukur. Për çata jashtë të cilët munden me u kujdes për prindrit e tyre dhe po heqin dorë mos me u kujdes për prindrit e tyre. Është vendimi i tyre, edhe ti si askush të gjykosh vendimin e dikujt. Që ky vendimi është vendimi i tyre, Paulin. Unë po kthem te fjalia që e dash, vendimin me braktis fëmijë, vendimin nuk mundesh dorë përjetësoj, vendimin për ato. Jo, të kujdeset me zorë për dikën tjetër. Moralizim qenka, moralizike moralizohet deri tash, nuk e di sa. Thjesht se e di që vesat je jashtë edhe që krejt mendojnë ashtu si ti. Jo, nëse ti po flet çka po mendon, edhe unë flas çka po mendoj. Rita Beadini, mos hajde këtu me më thonë mu që shumë i jemi në